Ribalancii propozua buxhetit siguron përshpejtim shtesë të investimeve kapitale, mbështetje për bujqësinë, komunat dhe prioritetet zhvillimore të qeverisë. Këtë e theksoi në arsyetimin e saj Ministria e Financave, Gordana Dimitrieska Koçovska, e cila tha se ndryshimet janë të orientuara drejt vazhdimit të politikave për stabilitet ekonomik dhe zhvillim. Овие измени и дополнувања ги носиме во услови на изразена глобална неизвестност. Геополитичките случувања продолжуваат да влијаат врз светската економија, а нивните ефекти се чувствуваат и врз домашните економски текови и врз реализација на буџетот за 2026 година. Затоа со предложените измени ги усогласуваме макроекономските претпоставки и фискалните проекции пред се на расходната страна на буџетот. Целта е да обезбедиме целосна реализација на стратешките приоритети и програмските определби до крајот на годината. Nga LSDM pati kritika ndaj ribalancit të buxhetit. Sipas Fatmir Bytyqit, kjo dëshmon se projekti fillestar i buxhetit për këtë vit ka qenë i gabuar. На 23 јули приходите изнесуваат 195,0 милиарди денари, а расходите 234,4 милиарди денари. Разликата е 39,4 милиарди денари дефицит. Тоа значи дека веќе е надмината целата првично планирана годишна дефицитна рамка. Од старото ветување за дефицит од 3,5% од бруто домашниот производ остана само еден политички спомен. Planifikimi i gabuar buxhetor do të shkaktoj pasoja afatgjata në ekonomi, vlerësoi Elmi Aziri nga Lidhja Shqiptare. Deficiti fiskal, i cili është i planifikuar me buxhetin fillestar, u shpenzua për 6 mujorin e parë të vitit, që është shembull shkollor i dështimit në planifikim. Ndërsa me rishikimin buxhetor, i njëjti do të rritet nga 3,5% në 4,1% të produktit të brendshëm bruto. Deficiti prej 46,264 milion dinar që paraqet rritje prej 7,025 milion dinar ose 17,9%. Se na bindnit se buxheti projektuar është i mirë dhe se ekonomia po ecën në drejtimin e duhur, pyeti Halil Snopçe nga Aleanca për Shqiptarët. Ky e balans është momenti kur propaganda përplaset me realitetin. Për muaj të tërë dëgjuam premtime për rritje ekonomike, investime historike, standard më të mirë jetese dhe një fillim të ri. Por sot vetë qeveria përmes këtij dokumenti po pranon se llogarit nuk kanë dalë ashtu siç ishin planifikuar. Në vend të rezultateve konkrete, vazhdojmë të dëgjojmë justifikime. Qeveria javën e kaluar miratoi ribalancin e plotësuar të buxhetit me amandamentet e pranuara nga Komisioni për Financim dhe Buxhet. Debati për korrigjimin e arkës shtetërore, sipas rregullores së Kuvendit, mund të zgjasë 5 ditë.